pastruar, për t'i pastruar lugët. Për t'i pastruar jo larja e përditshme për pastrimin e lugëve. Ato lugët e vjetra, një herë në muaj ose në 2 muaj ose kur shihni që ato vjetërohen më shumë se ç'duhet, bëni një pastrim më të thellë të shtojmë tyre për t'i dhënë shkëlqim. Letër, alumini, shtoj masën e sodës, shova kripën aty, tani është masa e sodës, sepse aktivizohet. Do kemi parasysh. Ja. Dhe i lëm për pak minuta, do kemi parasysh lugët që janë delikate, lugët e sermit. Çfarë është lugë delikate që është me punime, nuk vendosen në këtë pastrim. Pastrimi më i mirë i këtyre lugëve është vetëm duke pasur pambukur me uthull. Po. Kurse lugët e tjera ne i vendosim, i lëm paksa, pra jo lugët e tilla. I lëm paksa në thojza të jo të zihen sepse nuk janë peceta, por që të kemi mundësinë të aktivizohet. Uji ishte i vluar, kur shtova unë, pra duhet jetë i vluar dhe më pas në shtojmë lugët. Shtojmë kripën, kripa mund të jetë e trash është akoma dhe më e mirë dhe më pas të hollën. Soda për në aktivizimin sikurse bashkë me letrën e aluminit. Në të kundërt, ne mund të kemi edhe një tenxhere, e mbështjell komplet me letër alumini nga pjesa e brendshme, duke shtuar ujin edhe sodën. Ktu kam ujin e ftohtë, sikurse duhet një kapse tani që ti marrësh. Po, kem një kapse, gjë që ja ulëm pakës poshtë. Në mënyrë të vluar kemi shtuar enët lugët që duam që t'i pastrojmë më tepër, për t'i dhënë atyre më tepër shkëlqim edhe t'jenë më duken më të reja, sikur i kemi bler në dale se është e nxehtë ajo dhe të do pak stil nga ana tjetër. Stil tha po një që lugët parë. Se ke vënë të 2 arjetat ti që i përdorin për çaj apo për pullimin e e vendos këtu. Se dhe këto nuk është e kapen kështu. Dikur merje një sulmues në kohën e xhaxhit. I lëm ja stashti. Ja mora dorën. Bëj një përzierje se këto e heq për pas, u dogja. Të ftohtë, sigurisht pasi të ftohen shplahen. Po, ka një pecet, goca e mori pecetën prej këtej dhe i fshim me pecet, si gjithmonë kur i vendosim. Në të kundërt. Në sirtar apo në raft. Marim letër, ja, të tillë, dhe e rëndësishme është që enët, lugët, apo çdohen tjetër burimës, po, përveç të dezinfektohen her pas here, se kemi treguar dhe mënyra për larjen, pastrimin dhe hiqjen e mikroorganizmave, bakterieve të lugëve të drurit apo të talierave ku ne presim mishin dhe perimet, të cilat duhen pastruar mirë, sepse për shkak të atyre kanaleve të çarave të tyre, aty janë vend grumbullimi mikroorganizmave, bakterieve, të cilat kalojnë më pas në radhën tjetër tek ushqimet tona. Por po thoja që është e rëndësishme që pasi kemi lar enët, asnjë nuk duhet të vendosim ato të lagura në vendin e tyre. Ajo është më keq se e pa lara. Ashtu tenxheret e psit apo enët e tjera, aq më tepër lugët pirujnë kur janë nëpër sirtar, të mbyllura, të izoluara, nëse ato do të jenë të lagura, është një rrezik i krijimit të myqeve, të përpudhave, të cilat nuk shihen me sy, por që ato kalojnë pastaj përmes konsumimit dhe është në dëm të shëndetit tonë, sikundër themi për pastrimin e syngjerëve të enëve, të cilat duhet ndrohen her pas here, paktën një në 2 javë, në mënyrë që të mos dëmtohemi pak nga pak. Jo. Kryq. Si dhe direkun dhe jemi në fund, do të shihemi pas pak në pas fleshit informativ në rubrikën tonë Bima dhe Shëndeti.